Autoriteti rrugor shqiptar ka hapur aplikimet për programin e praktikes profesionale të paguar, i cili synon të nxjisë përfshirjen e studentëve të shkencave inxhinierike në sektorin e infrastrukturës rrugore. Zëvendës kryeministri dhe njëherësh ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku bëri të ditur se aplikimet do të jenë të hapura deri më 17 tetor. Një mundësi për të gjithë studentët e diplomuar dhe ato që janë në vitin e fundit të studimeve universitare në shkenca inxhinierike rekrutojnë profesionistë të rinj, duke krijuar më shumë hapësira për studentët dhe të sapo diplomuarit, u shpreh Balluku. Ky program vjen në kuadër të një marrëveshje të nënshkruar mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Universitetit Politeknik të Tiranës në fillim të kësaj jave. Marrëveshja ka për qëllim mbështetjen dhe përgatitjen e studentëve përmes praktikave të paguara, duke i aftësuar profesionalisht dhe duke u dhënë mundësinë të njihen nga afër në proceset reale të zhvillimit të infrastrukturës në vend. Pas marrëveshjes, faza e parë e programit parashikon përfshirjen e studentëve në kohë të plotë pranë autoritetit rrugor shqiptar, ndërsa faza e dytë do të vijojë me 15 studentë të tjerë, ku zgjatja e praktikës do të jetë 6 muaj për diplomuarit dhe 3 muaj për studentët e vitit të fundit, duke u përfshirë me kurrikulen universitare. Studentët do të përfshihen në sektor të ndryshëm të ARSH-s dhe do të kryejnë një vizitë javore në terren për të njohur nga afër proceset e zhvillimit të infrastrukturës, përfshirë ndërtimin e urave, tuneleve dhe segmenteve të reja rrugore.